Se ujit do të me kuptu, sepse e para... Nga nivelli qeveritar, nga fondet jashtë. Jemi të vetmit që kemi bo studime, ingjëzim të terenit dhe që kemi konsultu në mënë konkretisht dhe jam mirë konkretisht me këtë punë prej fillimit. Uji është çështje komplekse, sepse vitinja nga një ondë, do thotë ko të paktat janë rreshtet atmosferike krahasu me perëndimin. Lindja e Kosovës përgjithsisht ko pak të rreshura atmosferike krahasu me perëndimin. Edhe vitinja është po në atë zonë, është zonë e thotë. Megjithatë, ka burime të ujit dhe kryesisht ka burimet e ujit nëntoksor. Qofse i shtojmë këto që janë sipërfaqësore, atëherë kemi normalisht mjaftueshëm. Po problemi është se duhet me kuptu se çfarë të ndodhë në vitin. Në vitin, zoti Sokalaliti, i cili nuk është sot këtu, zbashku me Arsim Ademin, që e ka përkrahur projekt, edhe e ka pru Albin Kurtin, e ka bën zonën industriale në Budrik. Në Budrik ajo zonë industriale e ka bloku pellgun kryesor të Vitis, sepse aty është pro pellgu edhe nëntoksor, po pellgu në kuptimin e krijimit të akumulimit të ujrave që bëhet sepse është pika më e ulta në Vitin. Dhe ai zotnia, që është absurditeti më i madh në historinë politike ndonjë vendi, ka shku e ka bën zonë industriale. S'po flas për aspektin ekonomik, që është absurditet po ashtu, po flas vetëm për çështjen e ujit. Dhe aty ne minjerë do ta bëjmë një liçe, do ta shkatrojmë atë zonë industriale, e cila në fakt nuk është absolut funksionale, as do të bëhet kur funksionale, po ajo është çështje tjetër dhe është njëra prej pikave të cilat do ta çoj Sokalalitin në prokurori speciale në këtë rast, sepse prokuroria rajonale arrin kryesisht me bonda lavere me ta, po në prokurori speciale. Njëna prej problemeve. Tjetër është në Përzharan, ne do ta bëjmë një liçen më të vogël. Kjo është më i vogël në fakt. Po edhe aty është pranë pellgut pra nëntoksor. Dhe së bashku me këtyre dy do të jenë edhe 130 gjole ku njërin prej më të mëdhenjve e publikova sot do të jetë ndërmjet Samakovës edhe Binqës. Aty është një gryk e jashtëzakonshme e cila nuk është frytzuar dhe aty bie lumi Morova. Kësaj u shtohet edhe kanali, faleminderit Bekim se po mi kopjon programet, po e kry, kanali i lumit Morova, i cili do të jetë në 4 kilometra. Po e përfundoj se është shumë e rëndësishme, se çështja e ujit është më e rëndësishme. Ja lë kolegut, Nëse zgjidhni një problem të vetëm, po do ja lë kolegut, se duhet me ditë se për çka na të fol. Jo domthon veç me dhon shifra në ajër, po me kuptu mirë çështjen edhe problemin. Dhe këtyre do të mjoftu me subvencionim shumë rezervuar të vogël shtëpiak në pjesët ku është më thatësira më e madhe kjo, për të siguruar nevoja dytësore të krejt qytetarëve dhe pastaj për me mujt më mbulu nevojat parësore, do të thotë me investime mbi burimet e ujit të pishëm.